Përshëndetje. Përpara se të filloj dua t'ju njoftoj që nëse doni të shikoni më shumë video, klikoni subscribe. Nëse doni që të mos humbni videot më të fundit, klikoni butonin e zilës në krah subscribe. Gjithashtu nëse doni që të jeni të informuar për aktivitetet më të fundit të këtij kanali YouTube, klikoni follow në Instagram. Në këtë video unë do të zgjidh këtë ushtrim. Zgjidhni ekuacionin 3 në fuqi m plus 9 në fuqi m plus 27 në fuqi m është e barabartë me 14. Po kaloj tek zgjidhja. Kemi këtë ekuacion. 3 në fuqi m plus 9 në fuqi m plus 27 në fuqi m është e barabartë me 14. Tani, ky barazim është një vlefshëm me këtë barazim. 3 në fuqi m plus 3 në katror në fuqi m plus 3 në fuqi të tretë në fuqi m është e barabartë me 14. Pra, 9 ndryshe mund të shkruhet si 3 në katror, ndërsa 27 ndryshe mund të shkruhet si 3 në fuqi të tretë. Ky barazim tani është një vlefshëm me këtë barazim. 3 në fuqi m plus 3 në fuqi m e gjitha në katror plus 3 në fuqi m e gjitha në fuqi të tretë është e barabartë me 14. Tani, 14 mund të shkruhen ndryshe si 2 plus 4 plus 8. Tani, zvendësojmë 3-shin në fuqi m me x. Dhe këtë barazimu po e shënoj me pikë. Tani kemi 3-shin në fuqi m është i barabartë me x. Dhe kështu vjet që x plus x në katror plus x në fuqi të tretë është e barabartë me 2 plus 4 plus 8. Tani, 2 plus 4 plus 8 mund të shkruhet ndryshe si 2 plus 2 në katror plus 2 në fuqi të tretë. Dhe kështu vjet që x plus x në katror plus x në fuqi të tretë është e barabartë me 2 plus 2 në katror plus 2 në fuqi të tretë. Dhe kështu vjet që x plus x në katror plus x në fuqi të tretë minus 2 plus 2 në katror plus 2 në fuqi të tretë është e barabartë me 0. Dhe kështu vjet që x plus x në katror plus x në fuqi të tretë minus 2 minus 2 në katror minus 2 në fuqi të tretë është e barabartë me 0. Dhe kështu vjet që x minus 2 plus x në katror minus 2 në katror plus x në fuqi të tretë minus 2 në fuqi të tretë është e barabartë me 0. Dhe kështu vjet që x minus 2 plus x minus 2 r x plus 2, pra x në katror minus 2 në katror mund të shkruhet ndryshe si x minus 2 r x plus 2 plus x minus 2 r x në katror plus 2x plus 4, pra x në fuqi të tretë minus 2 në fuqi të tretë mund të shkruhet ndryshe si x minus 2 rx në katror plus 2x plus 4 është e barabartë me 0. Dhe kështu vjet që x minus 2 r 1 plus x plus 2 plus x në katror plus 2x plus 4 është e barabartë me 0. Dhe kështu vjet që
x minus 2 er 7 plus 3x plus x në katror është e barabart me 0. Dhe kështu rjet që x minus 2 er x në katror plus 3x plus 7 është e barabart me 0. Tani, duke par këtë barazim, pra duke par barazimin x minus 2 er x në katror plus 3x plus 7 është e barabart me 0, dalim në këtë përfundim. Pra, kështu rjet që x minus 2 është i barabart me 0, ose x në katror plus 3x plus 7 është e barabart me 0. Tani, kalojmë tek zgjidhja e ekuacionit të parë. Pra, kalojmë tek zgjidhja e këtij ekuacioni. X minus 2 është e barabart me 0. Pra, kemi këtë ekuacion. X minus 2 është e barabart me 0. Dhe kështu rjet që x-i është i barabart me 2. Dhe kështu tani nga barazimi të cilin e kemi shënuar me pik, rjet që 3 në fuqi m është e barabart me 2. Dhe kështu rjet që m-ja është e barabart me logaritmi me bazë 3 të 2-shit. Pra ja ku e gjetë m-n duke zgjidhur ekuacionin x minus 2 është e barabart me 0. Tani, kalojmë tek ekuacioni tjetër. Pra kalojmë tek ekuacioni x në katror minus 3x plus 7 është e barabart me 0 dhe zgjidhim atë. Atëherë, gjejmë dallorin, dallori është i barabart me b në katror minus 4ac. Pjesa këtu është e barabart me 9 minus 4 r1 r7. Pjesa këtu është e barabart me 9 minus 28 dhe kjo diferencë është e barabart me minus 19. Minus 19 tani është më e vogël se 0. Pra dallori është negativ. Dhe kështu rjet që x1 që është i barabart me minus b plus r1 katror të dallorit për mbi 2a është i barabart me minus 3 plus r1 katror të minus 19 për mbi 2. Pjesa këtu është e barabart me minus 3 plus i r1 katror të 19 për mbi 2. Dhe kështu tani nga barazimi të cilin e kemi shënuar me pik, rjet që 3 në fuqi m është e barabart me minus 3 plus i r1 katror të 19 për mbi 2. Dhe kështu rjet që m-ja është e barabart me logaritmin me bazë 3 të minus 3 plus i r1 katror të 19 për mbi 2. Tani, zgjidhja tjetër e këtij ekuacioni është pikërisht x2. x2 është i barabart me minus b minus r1 katror të dallorit për mbi 2a. Tani, pjesa këtu është e barabart me minus 3 minus r1 katror të minus 19 për mbi 2. Pjesa këtu është e barabart me minus 3 minus i r1 katror të 19 për mbi 2. Dhe kështu tani, nga barazimi të cilin e kemi shënuar me pik, rjet që 3 në fuqi m është e barabart me minus 3 minus i r1 katror të 19 për mbi 2. Dhe kështu rjet që m-ja
është e barabart me logaritmin me bazë 3 të minus 3 minus I e rënjën katrore të 19 për mbi 2. Dhe kështu tani dalim në këtë përfundim. Pra, kështu rjedh që zgjidhjet e ekuacionit të dhënë, pra e ekuacionit 3 në fuqi m plus 9 në fuqi m plus 27 në fuqi m është e barabartë me 14, janë pikërisht këto. M-ja baras me logaritmin me bazë 3 të dyshit, m-ja e barabartë me logaritmin me bazë 3 të minus 3 plus I e rënjën katrore të 19 për mbi 2 dhe m-ja baras me logaritmin me bazë 3 të minus 3 minus I e rënjën katrore të 19 për mbi 2. Pra, ja ku e zgjidhem ekuacionin 3 në fuqi m plus 9 në fuqi m plus 27 në fuqi m është e barabartë me 14. Shpresoj që me zgjidhjen e këtij ushtrimi t'ju kem marrë në ndim. Faleminderit që më ndoqët. Mirupafshim në videot pasardhës.